Arton Behramit duket se ju zbehen raportet e mira me drejtorin e shkollës Enver Maloku në Podujev, pasi që Behrami, si mësimdhënës si anglishtës aty, kishte munguar në një mbledhje të shkollës dhe si pasojë, pa lajmërim, nga drejtoria e shkollës, mësimdhënësit ju ndalen 20 euro nga paga e tij. Këtu nisi gjithçka. Pas kësaj, sipas Artonit, drejtori i kësaj shkolle vazhdoi edhe më tutje të akuzonte mësimdhënësin Behrami se ky i fundit nuk ka një plan të qartë për mësimdhënie e her pas here del edhe jashtë kornizave që janë të parapara me plan programin mësimor. Fillimisht mi pat ndal mua për mos prezencë në mbledhje të Këshillit të Arsimtarëve në fund të vitit 20 euro. Edhe unë lypas qarim në Messenger, thash po mungojnë parafërsisht 20 euro që ka ndodhë, tha ke mungu. Unë lajmërimi nuk e kum pasë, lajmërimi që duhet më ngjit fizikisht. Unë sallën e arsimtarëve nuk është ngjit, edhe zakonisht shumë rrallë ngjitet ndonjë lajmërim. Gjërat mbledhjet pothuajse kur nuk mohën, mbledhjet e këshillave të arsimtarëve, ato shkruhen nga dikush, se për ndryshe kish marrë ndaj penalizim për i dy kas, po e ka një ekip cilën unë e mendoj se e shantazhon. Edhe mendoj që ata ja kryejnë punën për shkak të frikës, i frikson. Me çpak nga paga e tij u ndal nga drejtori, Behrami kërkoi që të ketë vendimin në letër për këtë ndalesë. Mirëpo një të tillë sipas mësimdhënësit, drejtori nuk e kishte. Madje ky i fundit u shoqërua edhe në polici. Ja marrë me një shtator, ja kum lyp vendimin në zyre drejtorit edhe i kum thonë ama vendimin, ai nuk e kish pas, heq nuk e kish pas ato. Pastaj i thash ti bën edhe parregullsi tjera, jo veç këto, vjen edhe i dehur në shkollë, ai e pranoi, tha po vi edhe. Akuzat e drejtorit Agim Hamza, i cili udhëheq me shkollën Enver Maloku, kishin bërë që të formohet një komision disiplinor në komunën e Podujevës sa i përket këtij rasti. Mësimdhënësi thotë që nga ky komision u bën shkelje të ndryshme, madje u dëgjuan edhe dëshmitar pa prezencën e tij dhe avokatit të tij. Na kena propozu me ardhë edhe dëshmitarët, po dëshmitarët nuk ishin të pranishëm. Arsyeja se këtë seancë duhet me majt me 2, domethënë me 19-ën, por avokati im, Florimi, i ka pas djalin smut diçka dhe ju ka kërku këtyne me shty. Pastaj këta sot nuk pranon me i pru dëshmitarët, tha se i kena dëgju na. Domethënë nuk kemi pas përballje direkte. Dëshmitarët ishin disa nxënës, tash të ri që nuk e kum ditë deri sot, ishin disa prind, disa prind e di që kanë nënshkruar edhe herave të tjera, por nuk e di se kush janë me përjashtim 2 i 1.